këtë takim, sa të hapur, aq edhe intim kur bëhet fjalë për të folur për shëndetin mendor. Unë të uroj fillimisht suksese në të gjithë rrugtimin tënd, i cili nuk nis këtu, ka nisur prej vitesh. Ne jemi shumë krenar dhe të lumtur që realisht Shqipëria ka prodhuar figura të tilla, jo vetëm në psikologji, po edhe në shumë sektorë të tjerë të jetës profesionale akademike. Merru me veten 30 ditë veterapi, libri 4 i doktoresh Denisa Hoxhës. Në fakt me doktoreshën unë kam pasur mundësi që të bëj biseda sa mediatike, aq edhe personale, reflektuese, të cilat pa diskutim që të fusin në një tjetër dimension kur bëhet fjalë për trajtimin e vetes, të mendimeve dhe të gjithë procesit, që është një proces shumë i vështirë. Për ne si gazetar gjithmonë kur bëjmë tema që lidhen me këshillimin psikologjik, dhe në fakt po ja thoya pak Denisës përpara se të futeshim në këtë medium, më tha një kolegja ime, jo më larg se dje, që bëjmë më shpesh tema të tilla, fokusohu më shumë me doktoresh Denisën, dhe si doktoresh Denisa dhe shumë mjekët e tjera psikiatre, të cilat ofrojnë ekspertizën e tyre në studio televizive, dhe ndonjëherë kjo është edhe pak e sikletshme, sepse marrin nga koha e tyre, dhe Denisa e ka dëshmuar këtë gjë, sepse njerëzit kanë nevojë të dëgjohen, kanë nevojë të flasin, kanë nevojë të marrin mendime, dhe aq më tepër kur vjen ekspertiza nga një mjekës si doktoresh Denisa. Pata mundësinë që librin ta kisha në duar për fatin tim të mirë disa ditë më përpara. I kam hedhur një sy, për të mos gënjur, nuk e kam çuar deri në fund, por nëse dikush ka kohë të mjaftueshme, brenda ditës ky proces mund të mbyllet. Unë e them me shumë bindje që ne si shoqëri, ndoshta jo vetëm ne, por pas periudhës së Covidit, dhe besoj që këtu bijem dakord të gjithë, kemi pasur përjetime brenda vetes që ndoshta nuk i kemi njohur më përpara. Besoj që doktoresha më bie dakord me mua në këtë moment. Dhe na është dashur shumë ndihma psikologjike, dhe kur u hasëm me një izolim total, kuptuam që psikologun mund ta kemi shumë afër përmes online-it, që nuk e kishim më përpara. Dhe tani ne jemi një telefonat larg doktoresh Denisës edhe të gjithë specialistëve të tjerë. Do doja që të lexoja pak parathënien e librit, Albi më lejon? Doktoresh Denisa Hoxha vjen me një libër që funksionon si një transformim i brendshëm terapeutik, një udhëtim 30 ditor drejt qetësisë, reflektimit dhe kujdesit për veten. Pas suksesit të librave Fakt kritika dhe Mos më streso, me mira kopje të shitura, ajo rikthehet me një përvojë të re introspektive që fton lexuesin të përballet me mendimet, ndjenjat dhe plagët e veta të brendshme. E njohur nga faqja Psikiatri.al dhe me mbi 400.000 djegës në rrjetet sociale, doktoresh Denisa po revolucionon qasjen ndaj shëndetit mendor, duke afruar me njerëzoren, me mirëkuptimin dhe me autenticitetin. Unë do doja një duartokitje për të gjithë suksesin e doktoresh Denisës dhe për gjithë arritjet që ajo ka bërë deri në këtë moment, dhe po në intervistën time të fundit ka premtuar dhe ka thënë që do rikthehet në Shqipëri. Nuk e di sa e vërtet është. Faleminderit doktoresha. Gjithsesi unë ju falenderoj të gjithëve. Libri që kam sjell, kam folur me disa prej jush sepse ka dalë që nga data 1 dhjetor, dhe disa e kanë lexuar, e kanë konsumuar tashmë pjesën e parë. Dhe të gjithë më kanë shkruar, doktoresh, është sikur e ke shkruar për mua. Por në fakt më është dashur një periudhë gjatë për ta shkruar, jo sepse kam shkruar 1000 faqe, gati 200 faqe, nuk janë shumë. Nuk më mori kohë e shkruara, më tepër se sa ty studioja, të shikoja se çfarë realisht ju shqetëson ju. Dhe ne shqiptarët, nuk e di pse kemi atë mallkimin e komunizmit, nuk e di, por gjithsesi një gjë e vëre që të gjithë ne kemi të njëjtat plag. Thjesht ndodhen në pjesë të ndryshme të trupit. Këtë vëre unë. Dhe kushdo që do e lexoj librin, besoj se ju do e lexoni, do mendoni duket sikur këtë kapitull e ka shkruar për mua, dhe në fakt kjo ishte ideja.
Ideja ishte që kur ju këtë libër ta keni në duar tuaja, t'ju duket sikur aty është një terapist që po ju analizon, që po ju çon drejt një reflektimi, etj. etj. Por, në qoftë se unë sot ju pyes, pse keni ardhur këtu? Keni një përgjigje, kështu cak? Nuk duhet ta thoni. Disa ndoshta vinë për kuriozitet, po mund ta thuash ti. Për të marrë në vetën tim. Të kam zemër, shumë e bukur kjo. Pra, ne do kuptojmë pse ju keni ardhur këtu. Dhe e vetmja mënyrë për ta kuptuar është të gërmojmë në subkonsciencën tonë, pra në ndërgjegjen tonë, në atë pjesë të mendjes e cila lihet gjithmonë anash. Nuk duam ta ndjejmë, nuk duam ta shikojmë, nuk duam të ballafaqohemi, le të rri aty e kyçur në zyrtar. Dakord? Tani do bëjmë një ushtrim hipnoze mjekësore. Nuk do humbni kontrollin, nuk ndodh asgjë. Dakord? Do bëjmë një ushtrim së bashku. Do zgjasit tek 6-7 minuta. Vetëm për të kuptuar se pse ju jeni këtu. Të kuptosh këtë arsye është gjysma e punës. Aty fillon ndryshimi, te kuptimi. Po nuk kuptove, nuk ecën para, ngec, që kështu ju nuk keni ardhur këtu vetëm sepse doni të më shikonit mua, por keni ardhur këtu sepse dëshironi të mësoni diçka. Jo nga unë, nga vetja juaj, këtu është ndryshimi. Dakord? Tani, nuk kemi muzikë. Duhet ta kishim organizuar me muzikë, por nuk na duhet muzika. Duhet të pozicionoheni kështu siç jeni shumë mirë. Edhe unë do e bëj me ju, edhe ju këtu. Më falni për kurrizin, edhe tima, ka mamin tim këtu. Se nuk e ardhur vetëm për të më parë mua. Pi ujë. Atëherë, do rrini ulur siç jeni, mundësisht poziciononi si të dëshironi. Ndoshta dëshironi të lëshoni krahat, shpatullat, të ndjeni pak të rënduara. Dhe në këtë moment do mbyllim syt. Ja sa të na rehatojnë ja dy vajza. Ulu madam që ta bësh edhe ti. Mos ta humbësh. Do kemi edhe një ushtrim më vonë meditimi, ja? Do jetë tepër interesant. Shpresoj të keni stile lapës me vete. Tani u rehatuam, vetëm fotografi mos na bëj zhurmë vërdall, sepse hipnoza është një ushtrim i thellë, por rehatohuni. Edhe unë do e bëj bashkë me ju. Merrni frymë nëpërmjet mundës, të nxirreni nëpërmjet gojës. Kush dëshiron mund të lëshoj krahat, shpatullat, merr frymë thellë përsëri nëpërmjet fundës dhe nxirre nëpërmjet gojës. Përqendrohu tek fjalët dhe tek ky udhëtim i shkurtër që do bëjmë së bashku. Vëre diçka. Ndjen që qerpikët e tu në këtë moment po dridhen lehtë. Fokusohu për një çast tek qerpikët. E ndjen atë dridhje të lehtë.
Merë frymë thellë përsëri dhe mendo në këtë moment diçka që të shqetëson. Ndoshta një mendim, ndoshta të shqetëson një person, ndoshta në këtë periudhë të jetës tënde po përballesh me një vështirësi, ndoshta një traumë nga e kaluara. Në këtë moment mendo diçka që ty të rëndon. Mendo diçka që ty të mundon. Çfarë është ajo që mund të jetë një bllokadë emocionale, por ajo që në këtë moment të rëndon më shumë se ç'duhet. Imagjino për një çast sikur përballë teje ke veten tënde. Imagjino për një çast sikur po shikon vetveten. Çfarë po bën vetja jote? Si e ka mimikën? Si është ulur? Si po qëndron? Në këtë moment, ti ke përballë veten tënde dhe po e vështron, po e vëzhgon, vështroje dhe pyete ku e ndjen atë dhimbje, në çfarë pjese të trupit, ndoshta në krahëror, në shpatulla, në kokë, ku e ndjen atë siklet, vetja jote që ke përballë. Ku e ndjen? Dhe në fakt, tani që je i ndërgjegjshëm për shqetësimin tënd, tani nis ky udhëtim dhe të jesh i ndërgjegjshëm është hapi i parë për të shëruar. Merë frymë thellë përsëri, merre me vete atë shqetësim, dhe rikthehu në sallë me atë mendim tani pyetja është, gjetët një arsye që se prisnit, për ata që arritën, jo të gjithë arrin ta bëjnë hipnozën, do një ambient shumë të qetë dhe doli në pa një arsye që si ishte ajo për të cilën erdhët këtu, pra është një diçka tjetër. Nuk kam ardhur për të parë doktoreshën, dhe sa bukur e ka shkruar librin. Atë e shikonit edhe në shtëpi. Pra, ka gjithmonë arsye që janë të paditura, të panjohura, ose ndonjëherë nuk duam as ne vetë i shikojmë. Tani unë doja kaloj fjalën Denadës dhe e falenderoj që është ta fatin që ta njoh Denisën kur ajo solli në Tiranë librin e saj të parë me një titull mjaft provokues, por thellësisht nevojshëm.
fak kritika. Ky libër nuk ishte thjesht provokues. Ky libër ishte një lexim, një manar, një prokrahje emocionale për gjithë ne, por gjithashtu më rëndësishmja ishte një shuplak zgjimi që i thoshte secilit prej nesh guxo t'i vendosësh vetes kufi. Që atëherë e kam parë nga afër se si sinqeriteti i Denisës kanë krijuar një komunitet kaq të madh ndjekësish dhe ju e shihni sot, cilët e shohin Denisën si një pikë referimi. Denisa tashmë nuk është vetëm një autore e suksesshme. Ajo është një neuropsikiatre. Dhe ky është pikërisht sfondi profesional që e bën ta kuptosh peshën e fjalës që ajo thot. Ajo nuk shkruan vetëm për emocionet, nuk flet thjesht për suksesin apo për ekuilibrin midis neurotransmetuesve dhe cilësisë jetës. Sot, Denisa vjen pranë nesh me një punë shumë të madhe, shumë cilësore. Me librin e saj të fundit, Meru me veten 30 ditë vetë terapi. Dhe suksesi i këtij libri nuk është i dukshëm, pasi pati shitje të menjëhershme dhe kjo nuk është rastësi. Në një kohë kur stresi është pjesë e jetës sonë të përditshme, jeta na e ofron atë duke pasur afër vetes tonë njerëz si Denisa. Denisa sot na ofron një manual për qetësinë, një udhërofyes praktik me 30 kapituj që kërkon të transformoj vetë-reflektimin nga një luks në një detyrë ditore të shëndetshme. Ky libër së bashku me seminarin psikoterapik që do të zhvillohet ose po zhvillohet më saktë, sepse Denisa e bëri paraprakisht ushtrimin e saj të parë dhe e pa më së miri se si ajo reflektoi tek ju. Shumë prej jush i shikojmë dhe me lotë në sy dhe kjo është puna e madhe për cilën Denisa ka punuar gjithë këto vite dhe dëshiron që ta shoh. Ky libër ju thërret ju që të ndaloni për një moment, të reflektoni dhe të investoni tek lënda juaj e parë, te vetja juaj. Ky libër nuk kërkon as luks dhe as kohë të pamundur. Të kërkon vetëm një gjë, të mos e anashkalosh veten, të mos e shtysh më për nesër atë që ndjen sot dhe kjo është shumë e rëndësishme. Mos e shtyni më nesër atë që ndjeni. Të mos shmangësh më emocionet e tua, plagët e tua apo edhe nevojat që ju keni. Sepse kur nuk merreni me veten, kjo është hipokrite apo cinike. Në momentin që ju nuk merreni me veten, jeta ju rikujton me stres. Dhe për këtë me bindur që gjithë secili prej jush e pranon. Na kujton gjithashtu dhe me dështime, me bëshllëk apo edhe ngarkesë emocionale. Pra, le ta marrim të libër si një ftesë për të parë brenda nesh, për të pasur më shumë kujdes, për të gjetur paqe, forcë dhe drejtim. Dhe mbi gjitha, ju kujtojmë se të kujdesni për veten nuk është egoizëm, është përgjegjësi. Doktor Denisa, ti e ke bërë shëndetin mendor jo vetëm pranueshëm, por edhe të dëshirueshëm. Kushdo që arrin që ta analizoj e percepton mirë se cila është diferenca e pranimit dhe e dëshirimit. Për këtë punë me pasion dhe me kurajo, unë të uroj shumë suksese në seminarin e sotëm dhe në udhëtimin që ti e ke tashmë prej vitesh. Shpresoj që ky libër Meru me veten të jetë busulla e secilit prej nesh, shpëtimtare, gjithashtu edhe për ju që jeni këtu. Doktoresh, të falenderoj shumë dhe shumë faleminderit që na frymëzon. Ishte disa risi që të merresha me një libër që ishte shumë profesional, që kishte të bënte me mënyrën se si ne të kujdesemi për veten. Edhe kjo, unë e pash jo vetëm si risi, por e pash si një sfidë. Si një sfidë në radhë parë me veten, pastaj me lexuesit e Meru me veten. Në fakt, si fillimi ishte 30 ditë veterapia, apo jo, doktoresh? Edhe ne menduam edhe u sforcuam pak për gjetur një titull pak më
të përshtatshëm për ta bërë edhe më të thjeshtë, ashtu siç realisht është dhe libri brenda. Unë në fakt pata po e zbuloj doktoresha para. Unë pata dy propozime. Në radhë parë kujtoj ti më që më thonte në herë kur më zinte gripe ose që më këpuste temperatura, por ti më thonë po bjeri vetes mrapa se lenom vetëm ty smuresh. Edhe më kishte ngel si në subconsciencë kjo pjesa bjeri vetes mrapa. Mirë po, doktoresha mendoj që ishte edhe kjo si provokim, edhe unë i pëlqej provokimet hera herës, edhe më pëlqeu. Mirë po, doktoresha zgjodhi që ta zbuste, edhe ta vënte një titull që realisht tani më pëlqen më shumë merru me veten. Edhe ju jeni të gjithë tani dëshmitar dhe bashkëlltar tonët. Ky nuk është një udhtim që bëhet me autobus, me avion, me makina të rastit. Ky është një udhtim që ne e bëjmë me veten. Dhe udhëtimi dhe në këtë udhëtim ne kemi një shofere që është doktoresh Denisa, që ka marrë përsipër të na çojë në destinacionin e duhur. Ky libër fillon me ky libër nuk është për të doptit, dhe realisht ky libër nuk është për doptit. Sepse po ta hapni hyrjen, libri vazhdon me nëse kërkoni fjalë të bukura për 5 minuta nuk do i gjeni këtu. Edhe në fakt unë si redaktor mendova që shiko se i tremi pak lexuesit kur themi që shiko se ky libër nuk është për ty apo të tjera si kjo pjesë. Mirë, por libri vetë thotë që kush friksohet le të ikë. S'kam kohë për ato që s'kan kohë të merren me veten. Dhe ky është mesazhi më i madh që jep doktoresh Denisa me këtë libër. Pra, të kesh kohë të merresh me veten është faza e parë e vetëshërimit. Dhe nëpërmjet kapitujve që vazhdojnë, është për shembull që janë dy thënie që unë nuk i kam duruar kurrë ke këto libra të motivues, se thotë mendo pozitivisht. Po si mund të mendoj pozitivisht një person i cili ka 20 vjet që mendon njëjtë? Nuk ka asnjë lloj ndryshim, si mund të mendoj pozitivisht? Po nuk hapi mendjen, po nuk hapi vizionin, po nuk hapi libra që të lexojë, të punoj me veten. Si mund të mendoj pozitivisht? Ose ka libra që thonë prapë nga këto motivuese që nuk para jam dakord, thonë merru një vetveten. Po si mund ta njohësh, domethënë, si mund ta njohësh veten kur do të bëj vetja? Si mund të bësh vetja kur nuk e njeh veten? Dhe ky është realisht ai stereotipi që ky libër e sfidon. E sfidon për mirë nëpërmjet kapitujve që vazhdojnë, që një ndër ato për shembull është çështja e elefantit në zinxhir, që elefanti ka frikë që nëpërmjet një zinxhiri që mjafton vetëm një 0.1% e fuqisë së tij që ta shkallmojë zinxhirin, por ai ka frikë sepse ai e ka të mbrojtur që kjo gjëja e mban të lidhur. Siç na mbajnë mendimet e këqija, siç na mban stresi, siç na mbajnë iluzionet kota, siç na mban ajo të cilat ne e pengojmë veten hera herës që të jemi. Dhe edhe ne që jemi këtu, edhe ju që jeni në sallë, domethënë, në fakt e kanë një zinxhir imagjinar që e kanë lyer me parfum edhe mendojnë që nuk ekziston, por në fakt ekziston dhe jemi këtu për ta thënë. Por një fazë tjetër është dhe fëmijëria, që është shumë e rëndësishme, edhe është vendi pra ku fillon gjithçka. Ne mbrojmë brenda vetes probleme nga e shkuara, probleme që nuk humbin kurrë dhe i kemi si një aplikacion që hapet hera herës për të na treguar që në fakt puna me veten vazhdon që nga duke shëruar të paktën problemet që nisin nga fëmijëria e hershme e deri në ditët që jetojmë, dhe kur shohim një person që nxehet, në fakt nuk e ka me ne. Kur shohim një person që irritohet, në fakt nuk e ka me ne. E ka nga mungesa e punës me veten e vet. Edhe teoria e bicikletës është një kapitull shumë i rëndësishëm po brenda librit që është shumë e rëndësishme, thotë, domethënë ky libër është shërbes si një bicikletë. Puna jon është që të pedalojmë. Të pedalojmë sepse nëse nuk pedalojmë
edhe bicikleta, edhe ne sipër saj rrëzohemi. Dhe ky është një mesazh, po them unë, i jashtëzakonshëm për të kuptuar që puna me veten është pedalim i përditshëm edhe i gjithhershëm. Që është, nuk e di nëse t'u them edhe është një çështje e Xhail Mazit që është një kapitull prap i librit që thotë është një person që ka vuajtur nga torturat e burgut, nga pjesa të cilët jashtëzakonshme siç kanë qenë ato vite përpara, edhe ai thotë i kanë falur. I kanë falur sepse vetëm duke falur ato që i bën keq, arriti që të jetoj ditët që i mbeten për të qenë të lirë. Edhe liria është shumë e rëndësishme, mënyra se si ne e konceptojmë jetën është shumë e rëndësishme. Ky libër nuk shfaq iluzione, nuk ka fuqi magjike, por thot ke punë brenda vetes që ty të duhet të punosh, të zhvesh nga justifikimet dhe të vesh me siguri. Prandaj ne jemi gjithë këtu, gjithë bashkë, sot nëpërmjet këtij seminari të rëndësishëm të doktor Dernisës, me këtë libër që është një vlerë e shtuar që do i shtohet bibliotekave tuaja, që të udhtojmë metaforikisht, t'i hipim sipër vetes edhe të udhtojmë drejt shërimit për një periudhë 30 ditore. Faleminderit. Se ti nga që i ke lexuar librin prandaj të mora. Do thuash, na thojnë ndonjë fjalë. E di që se prisi që do ta bëja këtë keqe. Përshëndetje të gjithëve. Edhe shpresoj t'ja dalim gjithë me sukses i rrugtimi brenda vetes. Se është më kryesori që të jemi vetë mirë, të kemi edhe një familje të shëndetshme, edhe një jetë në çift akoma dhe më të shëndetshme. Sukses të gjithëve, bashkë me mua. Tani ti e lexove librin, ku ke arritur? E ke kap gjysmën duket. Po. Atëherë ti më the një fjalë. Çdo kapitull që lexoj duket sikur e ke shkruar për mua. Po. Si ka mundësi? Se tash ndonjë edhe s'del aty. Jo, mendoj se dalin kur kemi, gjithë kemi, s'jam vetëm unë, ti, dikush tjetër, shumë pengje brenda vetes, kur s'kemi arrit atë që duam, që nuk arrihet asnjëherë, se sa do të kërkojmë të kapim qiellin, nuk e kapim dot, kur thot i mat. Po empatia, fëmiria, gjitha e gjeta veten brenda librit. Edhe nuk kisha fjalë që të thoja, ua, den që ke bërë, o të filloja të bëja poema, po mendova, do ketë arsye doktoresha që ta hedhi librin dhe në gjuhë të tjera? Ma bërë edhe këtë pyetje. Do e bëj. Do e bëj për ty. Faleminderit shumë. Shpresoj që mos jeni lodhur, se kemi punë pastaj. Dehu sa punë kemi. Hajde pak ma mirë, nuk donte të fliste, po vetë më bëri. Tani, kur unë kam shkruar librin, 4 muajt e fundit, ka ardhur mami në Gjermani, se normalisht kush do merret me fëmijët. Kush do merret me fëmijët e mi, dhe mami është viktima e cila duhet mbajë fëmijët e mi. Tani 4 muaj rresht që kanë dënjur aty, më shikonte në dhomë mbyllur para kompjuterit, hynte dilte, më thoshte mua, je futur në depresion gozë, se s'mund të rish tërkohës këtu. Më sillte bukë, ujë etj. Ideja është kjo që kur nisë dhe shkruan, besoj se redaktori e di shumë mirë këtë gjë, nuk mund të shkëputesh nga mendimi, sepse ti ku filli dhe pastaj kur e rinis është 3 fish sforco për ta vazhduar. Mami im këtë gjë nuk e kuptoi kurrë, por duke ju parë ju sot, e ka kuptuar, shpresoj. Mana thuaj edhe një fjalë. Suksese të them e bi dhe qofsh gjithmonë gati në ndihmë të njerëzve në nevojë, në ndihmë të nënave, të baballarëve të rinj, të fëmijëve të rinj, të moshave tona të treta, se kjo është një plus për të gjithë neve, se të gjithë kemi nevojë, të gjithë kemi nga pak, kush më pak dhe kush më shumë stres.
po sidomos brezi i ri ka më tepër. Ngarkesat këtu janë shumë të mëdha, unë e shikoj me çiftet e reja, me krimet e familjeve, me ekonomia, është një stres më vete, një ngarkesë, po rritje e fëmijëve një ngarkesë më vete, po dhe ne mosha tona një ngarkesë, na ka ikur fëmija, ke ngelur vetëm. Këto janë streset tona, më të shumta të njerëzve. Puna, shëndeti të jetë për të gjithë. Po kjo vajza ime, kjo studion shumë, s'është se këto 4 muaj. Këtë vete mbi libra i gjej, kur vete mbi libra iki. Po që bën kështu me i vajzi, them? Që bën kështu? Ku di unë, se di mbi libra i shohun, mbi libra e leja le punët gati. Po që bën kështu me i vajzi, po nuk lexohet dhe kaq shumë. Arri, mamam, thot mu arri se i di vetëm rezultatet. Ju falenderoj të gjithëve që keni ardhur, ju uroj shëndet, gjithë të mirat, edhe suksese.